Vitin e kaluar IPK ka trajtuar pak më shumë se 2500 ankesa, një përqindje madhe tyre prap janë kthyer Policisë Kosovës për trajtim administrativ disiplinor, për shkak se nuk ka pasur dyshime për elementet veprës penale. Përqindje tjetër ka mbetur të trajtuar në kuadër të departamentit të hetimeve. Gjithsesi se nuk është shqetësuese shifra, sepse nëse qytetarët e dëgjojnë 2500 ankesa ndaj sjelljes së zyrtarëve policorë, për dikon mund të duket edhe shqetësuese. Nuk është shqetësuese duke marrë për bazë numrin e madh të angazhimeve që kanë zyrtarët policorë. Shembull, Policia e Kosovës shkruan brenda 24 ore më shumë se 2000 kundërvajtje në trafik, që janë 2000 kontakte drejt për drejt administratar, trajton me mija telefonata përmes 192-shit, që një përqindje e madhe e tyre kërkojnë angazhim të drejt për drejt nga njësitë policore në teren, edhe këto janë kontakte drejt për drejt administratar, ndaj marrë për bazë tërë këtë angazhim ditor që kanë zyrtarët policorë në teren, nuk mund të themi se është diçka shqetësuese, sidoqoftë është me rëndësi të potencohet që secila ankesë, secili informacion që pranohet nga Inspektorati i Policisë së Kosovës trajtohet me seriozitetin më të madh, me vetëm qëllim për të fuqizuar besueshmërinë e qytetarëve në Policinë e Kosovës. Në këtë mënyrë gradualisht të ndikohet edhe në rritjen e nivelit të sigurisë publike, e shpeshherë ka ndikime edhe në nivel të sigurisë. Vitin e kaluar, në top 5 rastet më të trajtuara nga Inspektorati Policor dhe më të shpeshtat kanë qenë keqtrajtimi gjatë ushtrimit detyrë zyrtare, lëndimet e lehta trupore, pjesa e keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, si dhe çështja e rrezikimit të sigurisë trafik që nënkupton pjesëmarrjen e zyrtarëve policor në aksidente, qoftë me vetura private ose me ato zyrtare. Po, dhe sa raste kanë qenë të keqtrajtimit? Rastet të keqtrajtimit që kemi trajtuar. Edhe për çfarë raste po flasim? Po flasim kryesisht përdorimit të forcës apo policia bazuar në autorizimet ligjore kanë përdorur forcën, mirë po pretendimet e qytetarëve kanë qenë që ka pas te kalem të autorizimit gjatë përdorimit të forcës. Dhe bazuar në këto pretendime dhe në ankesat e qytetarëve, mandej është pjesa e përgjegjësisë për të siguruar llogaridhënien e ndërmarrjes së veprimeve hetimore nga hetuesi të IPK-s dhe për të verifikuar secilin pretendim të ngritur nga qytetari, duke ndërmarrë veprime hetimore. Një pjesë e tyre dhe faktohet, që nuk kupton dorëzohen me kallëzim penal te pjesa e prokurorit shtetit, mirë po ajo çka është e rëndësishme është që IPK vitet fundit është fokusuar edhe në aspektin e preventives ose parandalimit, me ndihmën e misionit të OSB-s. Ne kemi realizuar dhe jemi duke realizuar punëtori në secilën drejtori rajonale, duke mbledhur së e prorët e nivelit të drejtorive rajonale, përfshirë edhe të stacioneve policore, në bashkëpunim me drejtorinë për hetimet brendshme të policisë, për të bashkëbiseduar, për të diskutuar, hapur problemet, sfidat që ndërlidhen mes tjerash edhe me pjesën e pretendime qytetarëve për tejkalim përdorimit të forcës. Po jeni të shqetësuar si inspektorat për përdorimin e forcës tepruar të policisë ndaj qytetarëve apo jo? Çka tregojnë inspektimet, hetimet ndoshta IPK-s? A ka tejkalime të shumta apo jo? Nuk mund të themi se ka tejkalime të shumta, sidoqoftë siç e thash edhe më herët, që secili rast, secili incident që mund ndikojnë në besueshmërinë e policisë trajtohet me seriozitet plot.